Fillimisht vazhdojmë që ta përgatisim brumin e ëmbëlsirës. Në një enë më të thellë do të shtojmë 5 vezë të plota, por siguroni që vezët t'i keni në ambient dhume. Te vezët vazhdojmë që të shtojmë sheqer. Sa kemi shtuar vezë, atë sheqer do të shtojmë, pra 5 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë që t'i rahim me mikser për 3-4 minuta, derisa sheqeri dhe vezët të shkumuan mirë. Pasi kemi rahur mirë vezët dhe sheqerin për disa minuta, ndalojmë mikserin dhe vazhdojmë që brenda tani të shtojmë 5 lugë gjelle me qumësht, 5 lugë gjelle me vaj, një pak o pluhur për pjekurina, 4 lugë gjelle me miell. Miellin e shtuam 4 lugë sepse do të shtojmë 1 lugë gjelle të plot me kakao. Vazhdojmë përzijem me njëherë me mikser. Kjo është konsistenca e brumit që duhet ta fitoni, pra zakonisht kur përgatisim brumra të tilla, nuk duhet që ta bëjmë shumë të trashë. Tani masin e përgatitur e shtojmë në tepsi për pjekje dhe poshtë tepsisë siguroni që të shtoni letër për pjekje. Me ndihmën e lugës e përhapim mbi tërë sipërfaqen e tepsisë. Dhe vazhdojmë tani që ta pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë për 15 deri në 18 minuta. Ndërkohë që brumi pjeket, ne vazhdojmë që ta bëjmë gati mbushjen e kësaj ëmbëlsire. Fillimisht në një enë më të thellë do të shtojmë 100 gram gjalp ose margarinë. Unë po përdor gjalp. Presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani te gjalpi i shkrihet, do të shtojmë 200 gram kadajif të coptuar rimë. Dhe vazhdojmë në zjarr mesatar që ta fërgojmë kadajifin dal nga dal dikon për 5 deri në 7 minuta, derisa të fillojë që të na merr një ngjyrë të kuqërantë. Ndërkohë edhe brumi është pjekur, sapo e kam larguar nga fura dhe lejojmë që të ftofet brumi dikon për 10 minuta. Kadaifi është fërguar mjaftueshëm, e largojmë nga zjarri, pra duhet ta fërgoni kështu derisa të bëhet i kuqërantë, jo ta skuqni shumë. Tani te kadaifi i fërguar, vazhdojmë që të shtojmë krem fëstëku. Në total do të shtojmë 200 deri në 250 gram. Nuk duhem që të na mbitet shumë i thatë kadaifi dhe gjithë dim se si kadaifi e tërheq shumë kremin ose shërbetin kur i shtohet. Mbushjen e kësaj ëmbëlsire e kemi gati. Largojmë anësh dhe tani brumi është ftofur për 5 minuta, vazhdojmë që ta punojmë. Brumi është gati, e pat sa shpejt dhe mirë u largua nga letra për pjekje, është tamam i butë për ta mbështjellur në formë roleje. Vazhdojmë që brenda të shtrojmë nga kremi i kadaifit me krem fëstëku dhe ju garantoj që këtë ëmbëlsirë nuk e keni provuar më parë. Është një super recetë e lehtë në përgatitje, por ju garantoj se shijen e ka aq unike. Tani duhet që të bëjmë kujdes me mbështjelljen e ëmbëlsirës. Me ndihmën e peçetës vazhdojmë e rrotullojmë këtë mënyrë deri në fund.
Tani përgatisim lyerjen e ëmbëlsirës sipër. Marrim 100 gram çokoladë, por sigurohuni që çokoladën që do ta përdorni të jetë e qumshtit dhe të jetë pak më kualitative për t'i dhënë shije më të mirë ëmbëlsirës. Për ta shkrirë çokoladën, do të shtojmë pak krem pona për ëmbëlsira, diku afërsisht 100 ml dhe vazhdojmë tani në zjarr mesatar derisa çokolada na shkrihet. Tani sipër ëmbëlsirën vazhdojmë që ta mbulojmë me çokoladën e shkrirë. Vazhdojmë sipër, t'i shtojmë edhe pak krem fistëku për ta bërë ëmbëlsirën edhe më të bukur për syrin, por edhe më të shijshme. Gjithçka që duhet bëjmë tani është të lejojmë që ëmbëlsira të ftofet. Mos paku 1 orë, pastaj është e gatshme për të vazhduar dhe për ta shijuar. Dhe si gjithmonë, si në çdo video recetë, edhe në këtë, në fund të videos do ta bëjmë demonstrimin e ëmbëlsirës nga afër.